Një vit më parë, qyteti i Shkodrës dhe mbar shoqëria shqiptare u trondit nga një ngjarje e rëndë në lumin Buna. Një nënë e re, Alma, së bashku me 3 fëmijët e saj, humbën jetën tragjikisht pasi u hodhën nga ura. Në përkujtim të tyre, në vend ngjarje u zhvillua një ceremoni përkujtimore me iniciativën e nënkryetares së Bashkisë Shkodër, zonjës Teuta Qyteza. Të pranishëm ishin përfaqësues të institucioneve vendore, organizata të shoqërisë civile si dhe qytetarë, të cilët u bashkuan në një moment reflektimi dhe solidariteti. Mesazhi i kësaj dite ishte i qartë: asnjë grua dhe asnjë fëmijë nuk duhet të ndihen të vetëm. Ngjarje të tilla na kujtojnë domosdoshmërinë për më shumë vëmendje, mbështetje dhe ndërhyrje institucionale për të parandaluar tragjedi që mund të shmangen. Dhimbja nuk mund ta kthejë pas kohën, por kujtesa na thërret të veprojmë më me shumë përgjegjësi për të ndërtuar një shoqëri më të kujdesshme, më të ndjeshme dhe më të drejtë për të gjithë.